Ja çfarë ndodh trupit nëse hani një qep në ditë, do ngeleni pa fjalë. Në një pikë jemi të gjithë të ngjashëm, vështirë ta durojmë rreth vetes aromën e qepës, sidomos kur ajo gatuhet në kuzhinën e shtëpisë. Në mendje na vinë shumë receta të ndryshme, por e vështirë të gjejmë të paktën njërin që na përmban edhe elementet e qepës. Kjo është veçanërisht e vërtetë gjatë muajve të dimrit kur shpesh ndjejmë bllokime të sinuseve dhe ne kemi nevojë për një shije më të fortë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Natyrisht qepët jo vetëm që i shtojnë në shije ushqimeve tuaja, por janë çuditërisht të shëndetshme për ju. Këtu kemi përpiluar një listë të arsyeve pse ju duhet të shtoni qepën në ushqimin tuaj të përditshëm. Ajo përmirëson shëndetin tuaj dhe ju ndihmon të dukeni gjithmonë edhe më shumë rrezatues. Sipas Elflaj, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i qepës në mënyrë të rregullt. Shtimi i qepës në menun tuaj ditore do të kthehet gjithashtu edhe në një rregulluese më të mirë të niveleve të sheqerit në trup. Një studim i fundit mbi diabetikët zbuloi se ekstrakti i qepës do të ndihmonte në reduktimin e niveleve të larta të glukozës në gjak, gjithashtu edhe në uljen e niveleve të kolesterolit në trup, sidomos kur ajo së bashku edhe me elementet e njohur ushqyes mund të japë rezultate më të mira në mbrojtjen e shëndetit. Pra nëse vuani nga diabeti ose jeni në hapat e parë të tij, shtimi i sasive të qepës në dietën tuaj mund të ndihmojë gjithashtu edhe në një përmirësim më të mirë të organizmit, sidomos edhe në uljen e niveleve të larta të sheqerit në gjak. Pra qepa është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj dhe mund të mbajë larg komplikacionet e saj. Qepa është një produkt fantastik edhe në rritjen e vlerave të sistemit tuaj imunitar. Qepët jo vetëm që përmbajnë në veti të mira antivirusale, por gjithashtu kanë edhe vitaminën C. Kjo mund të ndihmojë në sistemin imunitar të rritet përpara ftohjes dhe sezonit të gripit, duke forcuar më shumë imunitetin në këtë periudhë. Nuk është të çudi që njerëzit që kanë shtuar hudhrën e qepën në dietat e tyre kanë patur një imunitet më të fortë se të tjerët. Pra shtimi i qepës në menun tuaj ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në mbrojtjen e organizmit dhe jo vetëm. Qepa është një produkt fantastik që në dietën tuaj ditore mund të japë gjithashtu rezultate mjaft të mira për të patur flok të shëndetshëm dhe të fortë. Shtimi i qepës, kur bëhet fjala për B-kompleksin biotin, mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për rritjen e flokut tuaj, duke ndihmuar shumë në këtë aspekt, pasi qepët janë një nga burimet më të mira të mëdha të biotinës. Mungesa e biotinës në flokun tuaj mund të krijojë gjithashtu edhe problematika të ndryshme të tyre. Ndaj konsumi i qepës në vaktet tuaja ditore do të jetë një mburojë e çmuar për shëndetin dhe do të evitojë kështu edhe komplikacionet e tij. Lëkura juaj do të përfitojë ndjeshëm me konsumin e qepëve. Jo vetëm që mungesa e biotinës shkakton probleme me flokët, por gjithashtu mund të shkaktojë lëkurë të thatë dhe me luspa. Mbajtja e ushqimeve të pasura me biotin si qepa në dietën tuaj mund të jetë gjithashtu një mburojë më e mirë ushqyese për organizmin në luftën kundër radikaleve të lira dhe në përmirësimin e shëndetit tuaj. Thonjtë tuaj do të përfitojnë ndjeshëm nga vlerat që qepa do të japë në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Suplementet për thonjtë përmbajnë elementë të njohur që ndihmojnë në rritjen dhe në forcimin e tyre. Ekspertët thonë se shtimi i qepëve në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol të mirë fantastik në betejën kundër këtyre komplikacioneve, duke nxitur që të keni një organizëm më të shëndetshëm, thonjë më të bukur dhe mbi të gjitha më pak probleme të tyre. Qepët do të ofrojnë bakterie cilësore për shëndetin tuaj të zorrve. Qepët dhe hudhrat përmbajnë element të rëndësishëm për sistemin tuaj tretës. Ne gjithashtu kemi edhe një sasi të mirë të bakterieve të cilat jetojnë në stomakun tonë. Qepët përmbajnë fibrat e tyre probiotike.
Element këto të cilët do të ndihmojnë të keni një zorë më të shëndetshme dhe më të mbrojtur, dhe shtimi i qepëve në vaktet tuaja ditore do të përbëjë gjithashtu një zgjidhje fantastike për shëndetin, duke lehtësuar edhe komplikacionet e tij. Ekspertët thonë se qepët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur duhet t'i ketë patjetër pjesë të dietave të tij, duke ditur edhe përfitimet të mira që do t'i jap për shëndetin tuaj të zorrëve. Zemra juaj gjithashtu do të përfitojë me konsumin e qepës. Ka pasur disa studime që kanë treguar se efektet e qepës në gjakun tuaj janë të menjëhershme. Këto studime kanë treguar se konsumi i qepës rregullisht do të zvogëlojë edhe riskun e mpiksjes së gjakut. Përveç kësaj, padyshim që nuk ka kolesterol te qepa dhe është një ndihmë fitimprurse për shëndetin tuaj. Pra është më mirë që të shtoni qepën në ushqyerjen tuaj të mirë ditore për të evituar kështu komplikacionet të organizmit dhe për të nxitur një shëndet më të mirë të trupit. Qepa është e mirë për të rregulluar nivelet e sheqerit në trup. Studiuesit kanë zbuluar se nivelet e sheqerit në gjak ulën ndjeshëm pas shtimit të qepës në dietën e tyre. Shkencëtarët mendojnë se squfuri që gjendet te qepa do të ndihmojë gjithashtu edhe në prodhimin më të mirë të insulinës në trup, gjë që do të ndihmojë në uljen e niveleve të sheqerit në gjak dhe gjithashtu në një përmirësim më të mirë të organizmit. Të pasura me lëndë ushqyese, qepët kanë pak kalori, por janë të mbushura gjithashtu me vitamina dhe minerale shumë të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore, që mund të luajë një rol të mirë fantastik për mbrojtjen e shëndetit dhe jo vetëm. Ato janë një burim i mirë i vitaminës B6 dhe folatit, të rëndësishme këto për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe në mbrojtjen kundër problemeve të infeksioneve dhe të nervave. Shtimi i qepës në dietën tuaj mund të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të zemrës. Konsumi i qepës mund të ulë riskun e sëmundjeve të ndryshme kardiovaskulare. Ato kanë veti të mira kundër problemeve inflamatore dhe ndihmojnë gjithashtu në betejën kundër problemeve të kolesterolit të keq dhe triglicerideve. Qepët do të ndihmojnë shumë në këtë aspekt dhe do të nxisin organizmin tuaj ta keni më të fortë akoma dhe më të shëndetshëm. Qepët do të përmirësojnë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të kockave. Ato luajnë një rol të rëndësishëm për kockat tuaja, ndihmojnë në reduktimin e stresit oksidativ dhe rrisin dëndësinë e kockave, duke ulur kështu edhe problemet e osteoporozës dhe duke siguruar një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj. Prandaj, shtimi i qepëve në vaktet tuaja ditore do të jetë përzgjedhja më e mirë ushqyese për ju. Qepët janë të mira në luftën kundër bakterieve të këqija. Qepët kanë veti të fuqishme antibakteriale. Përbërësit e tyre si quercetin janë veçanërisht të dobishme dhe efektive për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Ndaj shtimi i një produkti të tillë siç është qepa në vaktet tuaja ditore do të përbëjë një rol të mirë në luftën kundër bakterieve dëmtuese të organizmit. Qepët do të përmirësojnë kështu edhe sistemin tuaj tretës, duke përmirësuar edhe zorrët. Qepët janë ideale për përmirësimin e shëndetit tuaj tretës. Janë të pasura gjithashtu me fibra dhe antioksidantë të cilët janë thelbësor edhe për funksionet më të mira të shëndetit tuaj të zorrëve, duke përmirësuar kështu rritjen e bakterieve dhe duke parandaluar edhe komplikacionet e tyre. Nëse doni të përfitoni në maksimum nga vlerat e qepës në dietën tuaj, sigurohuni që këtë të fundit ta keni pjesë të recetave tuaja ditore. Kështu vlerat, përfitimet dhe shëndeti juaj do të ndikohet ndjeshëm nga konsumi i qepës në mënyrë të rregullt. Qepët janë të mira edhe fal vetive të tyre antiinflamatore. Qepët ndihmojnë në uljen e inflamacioneve dhe gjithashtu për shkak të prezencës së disa antioksidantëve, ato do të mund të ulin gjithashtu edhe ndikime negative të tyre në shëndetin tuaj. Ekspertët i cilësojnë qepët si një përzgjedhje fantastike ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e problemeve të tyre. Nëse doni të përfitoni më shumë nga vlerat e qepës, sigurohuni që ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Sipas Tingwell, qepa është një ulluese shumë e mirë e gjakut për shkak të thiosulfantëve që ajo përmban, element që japin shijen qepës djegëse dhe shkaktojnë gjithashtu edhe djegjen tuaj të syve.
Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.